Elon Musk ka njoftuar zyrtarisht largimin nga roli i tij si këshilltar i lartë në administratën Trump, duke mbyllur një kapitull të tensionuar që përfshi ulje të forta buxhetore, përplasje me zyrtar të tjerë dhe kritika publike ndaj vetë presidentit. Në një postim të papritur në rrjetin e tij social X, Musk deklaroi përfundimin e mandatit të tij si punonjës së posaçëm i qeverisë, duke falendëruar presidentin për mundësinë, por edhe duke lënë të kuptohet për pakënaqësitë e grumbulluara gjatë këtyre muajve. Misioni i Doge do të forcohet gjithnjë më shumë, shkroi ai i referuar departamentit për efikasitet qeveritar që ai drejtonte. Largimi i tij vjen vetëm një ditë pasi CBS transmetoi një intervistë ku Musk kritikonte rënd projektligjin e propozuar nga Trump, duke i quajtur një projektligj shpenzimesh masive që rrit deficitin federal dhe minon punën e reformave. Një deklaratë që u interpretua si një sinjal i qartë ndarjeje me linjën politike të presidentit. Burime brenda administratës pohojnë se përplasjet mes Musk dhe zyrtarëve të tjerë kanë qenë të vazhdueshme, sidomos për shkak të qasjes së tij agresive ndaj reformave strukturore dhe shkurtimeve në buxhet, që nga $2 trilion në fillim në vetëm 150 miliard në fund, edhe pse Trump u përpoq të ruajë një ton të moderuar, duke deklaruar se ka ende rrugë përpara. Largimi i Muskut është një sinjal i qartë i përçarjeve brenda administratës dhe një humbje për çdo përpjekje serioze për një organizim të qeverisë federale. Mbetet për tu parë nëse Doge do të arrijë të mbijetojë pa figurën ikonike që e drejtoi për 130 ditë, apo do të zhbëhet si shumë nisma të tjera reformiste të kësaj administrate.